Jezusi ishte i vetmi, i cili e bëri një pohim të tillë. Ai nuk foli për religionin, ndonse disa njerëz ja kanë atribuar krishtërimin si fe që ai e ka themeluar. Ai nuk është të themeluar një fe, ai erdhi për të shfaqur rrugën. Kështu që miq i dashur, ndërsa ne bëjmë gjithë ato orvatje e përpjekje për të sjellur veten tonë, për të ardhur tek Zoti, madje me shpresën edhe të agjerimi që eventualisht do të na i falë mëkatet tona, duke bërë sa më shumë agjerime, sa mënyrë sa më të rregullt, duke bërë sa më shumë rituale tjera, duke vendosur edhe shenja në fytyrën tonë ku e diçka tjetër se këto do të na ofrojnë shpëtimin. Miq i dashur, Jezusi e kishte përgjigjen krejtësisht tjetër. Ai tha: "Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta, dhe askush nuk shkon tek Ati, veçse nëpërmjet meje." Është lutje e zemrës time në këtë kohë, ndërsa je duke bërë gjitha përpjekjet për të arritur tek Zoti, tek Shpëtimtari, tek Krijuesi jon, që ti të gjesh përgjigjen tek Jezus Krishti, edhe te deklarata e tij, që e bën të veçantë nga themeluesit e çdo religioni tjetër në botë. Zoti të bekoft, e Zoti t'u shfaqt ty, ashtu sikur më është shfaqur mua edhe shumë njerëz të tjerë në botë.